Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Mirëmëngjesi shikues, ka do që përndes në këto momente. Të gjithë të ftuarit i kam special, për këtë e kam pak ma shumë special. Njihemi nga viti 2009. Nuk shijeme, po kur shijeme, do të mi pi 3 kafe shikus. Kështu që, pa unë burgotha, me një reklam, po shko me pastat Garofalo. Ja shikues, edhe unë edhe Dardani po e në gjymë, po të kime bo? Provoj, ta shumë dhe ma mirë se një talisi ti nuk i bëj, po. Shumë kremoza, Po të pak se të kome provu. Yes. Këtë farë Këto porcionet i pas këtë franceze. Pse së ngive? Mirëmëngjesi shikues, ka do që përndes në këto momente, Kosovë e diasporë, mirëmëngjesi për ty që sa po jes gjua, pranvera e ka të vetën, edhe me që në smutën pranverë shikues, energjia pozitive është aty pasi që rrezet e diellit i kemi, unë them që dielli shëron edhe të sëmurina. Me shpresën që ti e mirë, dhe sot të kënaqeni me shijen e anës. Like, follow, subscribe, rrjetet tona sociale, ju ka nikur intervistat, recetat, s'po keni ide se çfarë të gatuani tek shija e anës? Si thash? S'po keni ide se çfarë të gatuani? Ka të bëra qëto. S'po keni ide se çka të gatuani sot? Për çka është shija e anës, shikohet, shija e anës është për t'ju dhënë ide që të dielave të gatuani receta të shishme për të dashurit tuaja dhe recetat të shpejta, sepse shpesh na ndodh që vikendeve nuk kemi dëshirë fort me gatu, po dikush edhe ka shumë dëshirë, sepse gjatë javës është i zënë dhe s'ka mundësi, kështu që e diela na bashkon. Sot pra do të gatuajmë për të ftuarin tim speciala, të gjithë të ftuarit i kam special, për këtë e kam pak ma shumë special. Njihemi nga viti 2009. Shok, koleg, e prore kom pas. Shpesh kemi ardhë kështu që kemi dash me myt njëri tjetrin. Po, e kemi harut nesër më në. Pse? Sepse dashnia është e vërtet. Vetëm pas pak do të na vjen pra Dardan Noka, ai do të na tregoj se pse ndrojmë mbiemrin nga Selimaj në Noka. Kemi shumë për të folur me Dardanin. Thash, njihemi nga viti 2009 shikues, vitin 2012 do të bëheshim kolegë në Koavizion. Ai në Koavizion në KTV punoj plot 18 vite, ndërsa unë 8 vite. Shpesh si kemi pas mendimet e njëjta, po ma ndihemi pajtu. Kom mësu shumë nga Dardani, edhe kritikat e tim kanë shërby. Thash, jemi kështu. Ani se jemi të zënë të dytë, ai pak më shumë se unë, nuk shijeme, po kur shijeme, do të mi pi 3 kafe shikus. Sepse kemi shumë për me folë. Gazetar, moderator, producent në televizion, ka realizuar dokumentar të ndryshëm, që 23 vite është pjesë po ashtu e Filharmonisë së Kosovës. Fillimisht pjesë e korit të Filharmonisë, pastaj menaxher, tani edhe udhëheqës. E kemi drejtor të Filharmonisë së Kosovës. Filharmonia e Kosovës, jo pse e ka mik Dardani, por mendoj që i ka ndruar ngjyrat
Dhe Dardani punon me shpirt e zemër, si që ka flajtën KTV, sepse ne që kemi punu KTV, na kemi flajt diku në televizion, ka 15-16 orë kemi punu. A i po ashtu të njëjtën po e bën me Filharmoninë e Kosovës. Kanë realizuar shumë koncerte jashtë vendit dhe në vend. Kanë arritur të sillin emrat mëdhej të botës operistike. Thash, kemi shumë për me folë me Dardanin. Uje na ka vlu. Vetëm pas pak. Do të realizojmë pakeri shikues. Kush i ka hëngër pastat carbonara, e dini se çfarë pasta janë ato. Por ne do t'i bëjmë carbonarat pa mish. Shumë parmezan, vetëm 2 vezë kuqe, piper zi dhe gjalp. Dhe o zot, ja t'i marrim pakerit, ja. E se jom nis, adjen, thash, a t'i bëjmë me rigatoni, thash rigatoni kemi pas, pakeri s'kemi pas. Pasta që hatë me piru dhe thikë shikues. Ju betohem, janë tejet kremoza, qofse jeni edhe ardhurusi mishit, në qofse jeni edhe ardhurusi mishit, pjekni edhe pak mish, ose zijeni atë, dhe servojeni anash, apo ndo një salat. Por unë them që ta hani kështu, mënyrën si që ta gatuaj unë. Para se të shkojmë me reklamën e parë shikues, Tulipan Flower Shop sot na i ka dhënë shumë shije emisionin me këto trëndafila të vegjël ngjyrë portokall. Ta jemi kombinu kontrast. Jana Isufi, faleminderit për grimin, thash Jana plutna sa ma natyral. As mësëm gjithë qërpik, as kur gjë heq. Edhe Jana sot më ka grimu për qefi shikuaz, super natyral. Produktet italiane më të mira pra kemi, sot të gatuajme pastat Garo, Falo, ku dhe të përdorim edhe gjalpërën, po edhe vajnë Monini më të mirë, extra virgin italian në vend. Faleminderit që Alberto që je pjesë e emisionit ton, që jemi bashkëpunojmë që nga dita e parë. Edhe pak ditë shikues që janë si mbush plot 4 vite, kështë të tonë 14 vite. Kur t'i bon 14 vite, ku me ditë ku jam edhe si jam shikues. Uj të pelen shikues, uj më i mirë shqiptar të konsumojmë produkte vendore, të blejmë shqip. Sepse pasurohemi shqip, sa ma të mëdhej bëhemi, aq ma mirë jemi. Po do me falenderu Cakin shikues, që e kam këtu me Roninin, juve shikues që një çdo të me Klan Kosovën, dhe me shijen e anës. Faleminderit krejt eftuarve që e pranojnë ftesën tek shija e anës. Unë me zemrën, unë me kënaqësi më të madhe ju ftoj që të vini tek shija e anës. Kështu që, pa unë burgothen me një reklam, po shko me pastat Garo, Falo dhe kthehemi për ta mësuar super salcën që ju merr kohë, hiç më shumë e hiç më pak se 2 minuta. Ju thash që do të gatuajmë sot super pastat. Po themi pakeri, ja ku i kemi pakerit, ja. To pasta hanë shikues me thike piru. Pakeri alla carbonara, por pa panceta. Ja, super verore po themi, ver. Këtu kemi, në fërterën tjetër kemi një copë të madhe gjalp dhe vaj Monini. Do të presim derisa gjalpa ta merë ngjyrën kafe të hapur, pasi që ajo do të lëshoj edhe aromën. Do të krijojmë një salcë me vetëm 2 produkte shikues. Kemi djathën parmezan, që kemi shumë djathë parmezan këtu. Kemi 2 vezë të kuqe, që ja, do t'i vendosim direkt të kjo ena. Ja, pra, do të vendosim 2 vezë. Dhe do të vendosim shumë piper të zi. Ja, kështu. Ju thash që është një pjatë shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë. Ja. Me qenë se kemi vendosur djathë më shumë, do të shtojmë pak nga uji i pastave që të fitojmë një salcë super kremoze. Ja, pra si duket, super salsa, vetëm 3 përbërës. Parmezan, vezë dhe piper të zi.
aroma po vjen. O, zot, full parmezana, ja. Ja, shqyqojni sa kremoza është djath, nuk është lak. Kisha li bukën unë që tash, wow. Edhe gjalpa e ka marrë ngjyrën kafe, shikues, ja, vetëm po i presim pakerit, ha? Do t'i zijem al dente dhe do t'i zhysim. Do t'ua shpjegoj tani si do t'a fitojmë atë teksturën kremoze, sepse kjo është të trash. Ndërsa do të shkrihen kur do të bashkohen me gjalpën dhe pakerit. Shikues, pakerit na janë zirë dhe këtu para juve do t'ju tregoj se si do të fitojmë një saltë super kremoze, vetëm nga djathi dhe veza e kuqe. Pra, këtu e kemi gjalpën, e cila pra e ka marrë ngjyrën kafe dhe ka lëshuar super aromën. Pasat na janë zi, do t'a ndalim kështu temperaturën dhe fillimisht te kjo fërterja ku e kemi gjalpën dhe vajin, do të vendosim pak ujë nga pastat, ha? Ja kështu. 1, mjafton, kaq. Tani, me këtë lugën me vrima, ja, do t'i marrim pakerit dhe do t'i vendosim tek fërterja, ja kështu. Ja kështu. Okej, pakerit i kemi këtu dhe tani do ta marrim krejt djathin, ja kështu, djathin super kremoz, do ta vendosim këtu. Ja. Dhe tani do të vendosim përsëri, ja kështu, nga uji i pastave. Ja kështu, mjafton. Dhe do ta përzijejmë mirë e mirë. Ja, pra, kemi filluar që të fitojmë një super salcë kremoze, o zot, o zot. 1, 2, 3, shikues, apo e shohim bashk, hajde, ofër. Ja, pra. Ja. Ja, si duken, a? Janë super kremoze. Vetëm vezë, djath, gjallë dhe piper të zi, o zot. Tani do t'i servojmë. Koha për me angër, shikues, juve ju bëft mirë kur t'i gatuani, ja dua ta shihni sa kremoze është. Ja, pra. Hajde edhe pak, s'po e mbushim edhe shumë. Ja. Tani krejt për fund edhe pak salt nga djathi, ja kështu. Dhe për fund edhe pak piper të zi, ja kështu. Ja, pa do të shkojmë edhe me pjatën time, ca ki ka hangër, ca i kom hangër 2 pjata pasull. Kështu që s'po do në pasta. Kjo është e imja, shikues, o zot. Na bëf të mirë sa e mira, ca ki. Dhe piper të zi për fund, ja kështu. Mamma mia, çfarë pjatër, shikues. Kur ta gatuani, ju lumpshin durt fillimisht, shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë, shumë e mirë, shumë e shishme. Si me shku në Itali, unë ndonjëherë them, ma mirë se në Itali pi bëj pastat, pasha zotin. Zilja. Në ardhë dardani, o zot, lumë dardania dhe lumë ju, shikues, çfarë recete keni mësu sot. Shkojmë ta marrim dardani. Mirë se gjeta. Mirë se na erdhe më në fund, a? Mas 4 viteve. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Mirë mëngjes. Mirë Mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. S'po besohet që e këto mas pare. Pse? Se di, 4 vjet i bon shia dhe disa ditë dhe hajtë kom e thirë dardin, jo për më së më thërë thonë, ta s'po kom vakt me flajt, e po të vite emisioni. Më që më gjaz, weekend. Parove no, ama unë të kjonë. Po, unë të kjeta. Ta kom bo një pakeri. Unë tjela se në për rrugët e Prishtinës, të metë në komunikacion, me lexova një 2 libra dhere. Hajde lexova. Hajde.
Ngjyje mirë Dardë. Pa tjetër. Hajde s'po folje, ma ndej shikus. Qoj që po thot Dardi. Po edhe kesh më konë po mirë. Ja. Jo, më Të vajkore. bëfës mirë. E kom kryu një salt, jo mundu me bo një... Jo mundu, është alla carbonara, po është pa panceta. Kemi gjalpën, piperin e zi. Parmigj... Shala të pëlqen. Shala shikus. Hajde. Hajde, asë i kom provu. Hajde. A e mirë Dardë. Shumë e mirë. Për neve. Po, vla. A thete edhe me konë kesh, thë me mirë, mu stuj. Jo, Hajde shukues. A mira? Wow. Shumë e shkishme. Jo, mos... Qep, Hajde se kemi me shkuar marketing që tash, kemi më kësi, kemi ma ngër bashkë. E mirë Darda? Brava. Krimi? Bravo. Tasty? A ma mirë së në Itali Dardë? Si në Itali kisha me tonë. Si në Itali, valla ma mirë shikues. Hajde kamera afer, hajde para se me shku marketing shikues. Hajde. Ja shikues, edhe unë edhe Dardani po e në gjymë. Që të recet du më thonë, Ha? du shë ma njësa. Po thuki me bo? Provoj, ta sholes ma mirë se në Itali se ti nuk i bëj, po. Shumë kremoza, ha? Po të pak se në kome provu. Yes! 5 minuta punë shikues. tani. Do të shkojmë me një reklamë, do të kthehemi, do t'i fshim këto. Dardi, s'ty shikues më së ndroj kanalin se kthehemi shumë shpejt. O, më se më shtojon. Hajde, se s'ka marrë malli. Jo, E, ti ki flajt dikur. Hajde, se shikues s'kam pa mote. Hajde, për marketing. marketing. Jo, me mënyrën e Dardanit, hajde, ma ndryshe. Më së ndroni kanalin. Kjo është mënyra jame. Hajde edhe një herë se nuk e dëgjova. Marketing këthejemi shumë shpejt. Shikues, nuk e keni idena. Këtë farë krije? Këto porcionet i paske franceze. Pse së ngive? Kjo është shumë mirë, që Ja, më po, ne. dajkore, i që pa më rakë. Ti hap sa të duash, une mu zemra malë që po të pëlqen, që 4 vjetëshia është hera parë që ti po handi qka nga duar të mija, përveç ati leqenikut famshëm. Po, leqeniku me spinaq, pa spinaq. Me djath bebe, me djath tjetër, Po. me djathra të ndryshëm. A je adhuru si pastava, po, plejt jemi dhe. E i pastave pa tjetër i brumave, unë nuk jam natyrë që ha që më pëlqen mishi ose Po. pjata kësho. Zakonisht, Shikues, ku ka brum, po, thërëm ne. po Thërën e thërë. Dardanit, shikues. Uj të pelen, shikues, uj më i mirë shqiptar, ja Dardanit, këtu se pasta është pak e djekës dhe e klipur nga parmezane, ja për ja marrë këtë ujën në kështu. Të bëftë të mirë, Darde, hapin ujën e pi shumë ujë. Hajde, zuare, ja, mirë se na erdhe. Hapin ujë, unë e kohën e fundit shumë po pi. Nëse dikur i kom pi langjet e pemve, mo harroj me i shtin goja Kur ato. për part keq jo shumë, e tash kom fillu me qeni kujdat shumë në këtë pjesë. Super. Shikues, po e marim cakin afer, hajde cakin. Ja. Për ju që sa po jeni zgjuar, tu kemi pakeri, kam realizuar një super salc me ve, vetëm vene kuqe. Kemi shumë parmezan, gjalp dhe piper të zi. Wow. I hongër Dardani. Po, vaj hongro. S'ka fajta franceza. Veç të bëfë mirë, po Allah, po. Të djathana Të bëfë mirë. A dhe që unë e kom zakon i hi musaferve në pjatë, kështu që ty sot po t'i dhuroj 3 pakeri. Shumë faleminderit. Sigurisht nuk i ki musafert gurmana, si Po shumë gurmana i kom vëlla. Ama pakeri, qashtu është ma fine, nuk pa të fajtë që të ti franceze. Qashtu është si makaron kjo. Exakt. Ta pyesim shikues Dardin, a din me gatu, a vesh me hangër. Unë e di që din me gatu, po hajde pyesim publikisht. Jo, di diçka. A dëna? Qa? Haj, qka? Po pasta alla Dardan. Edhe mëngjesit kom qef me ja përgatit vetës.
Po nuk është... Po mëngjeset kështu që nuk duan gatim shumë kush. Po ke dia. Jo, bez, djatë. Okej. Ka dhe aty ma i fat. Ka valla. Përgatit sallatë me... A ban mëngjesin, a? Ja, mëngjesin. Bravo. Shikues, këtu ishim pak herit për sot. Këtu kemi edhe një, ca ki po desha eja prapën pjat, ta zhysim të fundit. Ja. Qysh kom thonë unë të shianës, lajmë pjatat. Ja. E fundit. E fundit, e fundit. Shumë e mirë. A ja vlen të shia veç marrë me hangër. Absolutisht Është po. me shkushme. A dan? Absolutisht po. Shikues, këto ishim pjatat për sot. Kishim pra pakrin me djatë parmezan. Javë dhe dardi unë kemi fshi. Darë ta shojnë shikuesit? Se zbesojnë. Kemi shumë për me folë me Dardan Selimaj tani Noka. E thash në intro më herët, e ka ndru në bjemre, do flasim edhe për bjemre? Ndru, se ka ndru. Flasim, po nuk e ka ndru. Ajo, a e ki pas, për nëse kena ditë? Se keni ditë. Okej. Shikues, kemi shumë për me folë me Dardan Nokën. Nëse dikush do të unë jam punëtore, unë as 50% nuk jam sa është dardi këto. Unë e kam knatësin që Zoti ka dasht me na njëftu 2009-ën. E kam thënë në intro që shpesh e kom bu nervëz, po unë kom mësu shumë pite e darë. Mu emocionova në këto momente, se e kemi edhe cakin këtu. Po, exakt. Të Se e di. punu bashkë. Po mungon ajo, po. Isha kësynë është ta një java, një muja. Po besoj që për një kohë e cila mund të kujtohet si diçka e këndshme që kemi qef, ndoshta me kujtu, nga njëherë është ma mirë me e mbajt si të tillë, se ndoshta me u kthy ose me kërku që një kohë e shkuar me u kthy në të tashmen. Është rukëtim që duhet me institutje. Një kujtim i bukur ta quaj. Absolutisht po. Po shkojmë shikues përsëri me marketing dhe kthehemi me Dardin. Çfarë pyet tash shikuesve? Kur gjuh marketing. Rreme me neve. Shikues, u rikthyem. Jemi me Dardan Nokën tek Shianës, po ju që sa po jeni zgju, like, follow, subscribe, rrjetet tona sociale, jemi live në kanalin tonë zyrtar Shianës në YouTube. Kisha pas dëshirë me ditë se prej nga cili shtet po na shihni këto momente, na shkruani pra në YouTube, se zemra më botë malë kur na sheh diaspora dhe na shkruani, faleminderit. Mos më ndoni që nuk i lexoj mesazhet. Dardi, një dhuratë nga Alberto. Bukesh Dardi, shikues. E kom mik. Jo, bukesh, po vjen mirë pa ndjerë. Ama edhe mu po më vjen interesant që po të intervistoj. Po nuk... Kur të kjap të kush dhuratë, dush me kesh, pra me kajta. Jo që ashtu. 20% ullje nga Alberto, qoftë kuzhina, mobilje. Faleminderit. Po më falë në shikues. Vështirë pasa me pas me intervistu, po më keshut. A me kesh, po më dhe pse jo. Edhe të gjysheku nëse se kitë mirë, që Alberto e ka Magniflexin. Film. Film, valla. Shikues, po shduk në anë këto, kam edhe një dhuratë, Opa. Faleminderit, shumë. E, këto, produktet Ushqimore. Kështë të thonë, tamam, më të mira italiane, po Dardi me kuzhinë, mëso është Dardi. Ka dalë që. Ka dalë. Një recetë mësova. mësova. Ja mësej nesër, mas nesër të shkuj të dërgom edhe recetën e tretë që. Qashtu. I ke disa nga produktet më të mira italiane, i ke edhe pasat garofalo, e kështu që e gatun këtë recetën Dardi, që ta servova sot. Lanxhet më të mira italiane, Santalli. Kemi dy lloje më të reja, tash Tina e pranverës shikues, i thash na sjellni të reja, cilën po e don? Këtë me koalicion frutash. Koalicion frutash. Të bëf të mira. Tunde, që shka e ka nga tunde Mojselina. Këtë tunde Santalli më shikues.
Unë e kam vitaminat A, C, E shikues. Na bëf të mira. Pas pastave, e lyp tash trupi sheqerin dart. Hajde gëzuar, më. Hajde gëzuar. Zuar. Thonë, diçka nuk bën me uje, me lëngje, në. Bën. Bën. Apo bëjka? Absolutisht. E mira. Fantastike. Dartë si të kemi, e di që je shumë i nxonën me Filharmoninë e Kosovës. Por mirë. Long story short, që thojnë, mirë. 2025 e keni pas, po them, kaotik për të mira, gjitha ato koncerti jashtë vendit, por ke arrit të sjellësh edhe emra shumë të mëdhej. Ka qenë një vit i jashtëzakonshëm edhe sepse ka qenë 25 vjetori të milimit. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ka qenë vit i mbushur me koncerte, me të ftuar, me lëvizje jashtë etj. Edhe tash inshallah e kemi ngreko më zhagë dhe vazhdojmë tutje me prezentime të tjera ndërkombëtare. Kam vazhduar edhe këtë vit. Vetëm këtë vit kemi qenë në Vjenë, Varshavë, Deplen, Oslo. Edhe ka me qenë një vit pëse po aq i jashtëzakonshëm sa i shkuare, por ai viti i shkuar ka me mbet ndoshta në memori se është një përvjetor i rëndësishëm për gjithë ata njerëz që kanë kaluar për gjithë këto vjet në filharmoni, në kor, në orkestër, në menaxhment, njerëz që kanë kontribuar në faza të caktuara si mysafir. Edhe tash të shohim çfarë do të vinë në të ardhmen. Përmendi 3 emra që ti e krenar që Filharmonia e Kosovës arriti të sjellte në vitin 2025. Kanë qenë të... secili kanë qenë të veçantë. Tre, sipas shijes së Dardit. Por, ndoshta kështu, jemi të lumtur që kemi arrit me e sjell në skenë oratoriumin Omazh për Nën Terezën të kompozitorit Mendim Mengjiçi. Produksioni i Carmina Buranës me koreografinë e Toni Kandelorës, dirigjimin e Toshina Nagisavës ka qenë i jashtëzakonshëm bashkëpunim me Baletin Kombëtar të Kosovës. Edhe gjitha koncertet e tjera se imagjino tashmë pa emisionin i solist. Prekat mandej shikus. Po, edhe ndoshta nuk është shumë... Nej, se na tham, sipas shijes së Dardit. Po, ai ka qenë programi cilin e kom përpidu natyrisht me sugjerime të kolegëve, por në fund ka qenë vizioni im për sezonin. Edhe nuk më me nda. Okej. Dhe është pak e vështirë ndoshta. Patjetër, e kuptoj. Po këto dy produksione kanë qenë kështu si dy momente që e kanë shënuar 25 vjetorin. Edhe Carmina Burana ka qenë një shfaqje e jashtëzakonshme. Pastaj, përveç Carmina Buranës, e veçantë si projekt ka qenë edhe opera në 5 akte, vepër e komisionuar e Filharmonisë nga artisti Petrita Lilaj, që është vënë si premier në Syrigan në Drenicë. Dhe kjo ka qenë hera e parë që Filharmonia në një formacion të saj ka interpretuar në Drenicë, edhe vjen jashtëzakonisht mirë që ka qenë prezantim i jashtëzakonshëm, atë është tetë i veçantë. Edhe është përcjell prej shumë vendasve të fshatit të Syriganës, por edhe fshatrave për rreth. Interesant për ata, ha? Absolutisht po, sepse ata edhe kanë qenë pjesë e procesit. Okej. Në shumë dimensione është natyrisht kjo pjesë është merite Petritit, sepse ai gjithmonë arrin me i përfshi elementet, vendaset në projektet e tij, qoftë muzikantët e zonës, ka qenë sugjerimet e tij, dhe besoj që ka qenë një projekt i jashtëzakonshëm i veçantë që nuk mund të rikthehet. Ajo ndodh një herë, edhe
Kush e përjeton, e përjeton. E përjeton. Natyrisht që mbetet incizimi, villagjerimi e tjerë, por tash kemi më shku prap në Berlin, sepse ajo është instalacioni i Halilajt ka zënë vend në Muzeun e Artëve Bashkore në Berlin, në Hamburger Bahnhof, edhe në maj, orkestrat e interpretët do të jenë në Berlin për ta përmbyllur krejt këtë cikël, kështu që vjen mirë që tash ka me pas në një tjetër kontekst, mundësi që publiku me pa prap, edhe me dëgju operën Syrigane. Sa mirë. Kur është në maj? 29 dhe 30 maj. 29, grejt ju që jeton në Berlin. Me 29 maj në Berlin vjen Surigana me Petrit Halilajt e Filharmoninë e Kosovës. Dartë, një emër ndështa, jo një emër, besoj ka pas emra që e keni bo plan tjenë pjesë e Filharmonisë Kosovës dhe për x arsye s'kan ardhur, nuk kanë pranu ftesën, ja u ka prish plan programin, ngjyrat, idenë e projektit. Shpesh herë ndodh që një projekt fillon me u diskutu në një moment saktum dhe nga momenti kur fillon me u punu rreth tij, kalon një vit deri te realizimi. Ka shumë faktor, artisti është i zënë, nuk është e mundshme të vi për shkak të angazhimeve në një pjesë tjetër të botës. Për shkak të financave, absolutisht. A ka ndihmë Filharmonia e Kosovës nga shteti? Absolutisht po, ka. Në vitet e fundit, nga viti 2021, buxheti i Filharmonisë së Kosovës në mandatin e ministrit Qeku ka pësu disa herë rritje. Sa mirë. Edhe shumë çka që është realizuar në këto vjet, nuk do të ishte mundshme pa një mbështetje të tillë. Super. E cila ka qenë jashtëzakonshme. Edhe aktualisht është buxheti i Filharmonisë është po ai që ka qenë vitin e kaluar, me mundësi rritjeje, por nëse ka pasur një mbështetje serioze për programin, ajo ka ndodhur në këto vjetet e fundit, çfarë nuk ka ndodhur akoma është që sallat e koncerteve na mungojnë, po ajo nuk është problem vetëm për Filharmoninë, por infrastruktura kulturore në përgjithësi është problematike. Për fat të keq, ç'më bën. Po në programe dhe në përmbajtje ka qenë jashtëzakonshme, por ndyshim nuk do të ishte e mundur. Por përveç investimit të jashtëzakonshëm në program, për herë të parë në historinë e Filharmonisë, jo duke i përfshirë donacionet, por me buxhetin e shtetit të Kosovës ka pasur investim edhe në instrumentet e Filharmonisë, në pianën, në perkusionet e Filharmonisë, në kontrabaset të rinj, instrumente që kanë kosto të lartë dhe që janë jashtëzakonisht të rëndësishme për me përmirësu tingullin e përgjithshëm të orkestrës. Edhe kjo ka qenë faza e parë vitin e kaluar, do të vazhdo tash si vjet në fazën e dytë, në fazën e tretë derisa të kompletohen gjitha instrumentet. O dartë, po na shohin shikuesin të momentet në diaspora, ç'a u bë me objektin e operës? Është në proces të finalizimit të projektit detaj. Okej, domethënë s'është në ajër. Edhe pritet që gjatë vitit të fillojë të ndërtohet aty pas Borramizit. Teatri i Operës dhe Baletit është një ndërtesë e jashtëzakonshme. A ke pa projektin? Po, ne kemi qenë edhe pjesë e procesit. Udhëheqësit e institucioneve të kulturës, Filharmonisë, Operës, Baletit dhe ansamblit të këngëve dhe balleve shota kanë qenë gjithmonë pjesë e procesit të projektit dhe është një ndërtesë e cila do ta ndrej. Unë shpresoj që ajo të realizohet, është projekt jashtëzakonisht kompleks dhe si tillë kishte me ndryshu pamjen e qendrës së Prishtinës
është i inspiruar prej Gjubletës, kështu që edhe forma e kulmit i përngjan Gjubletës. Në brendësi është objekt i jashtëzakonshëm, i ka 4 salla, sallën e filharmonike, koncertale, teatrin e madh, sallën e muzikës kamertale, edhe teatrin e vogël ose teatrin eksperimental. Nëse arri me pa, shpresoj që kemi me arri me pa, relativisht shpejt. Ishtë dosht. Dardi, ka nga pyetje nga publiku dhe komente. Hajde të shohim, A je gati? Gati. Shikues, publiku Sigurisht është pyet. pak ma atraktive se sa me folj me mëngjes në ditë vikendi. Ka lidhje. Ja ka mytë politika. Mu ka gërdit jeta që 2 vjetë për kallëzoj. S'kia që e hap televizionin, s'kia që e hap televizorin, as me u fut në Facebook, krej statu, që ato, arti art, se kur pëdali me marrë vota, po thënë kena me bu këto, ato, sa i përket artit, që ato thash, a jena dikon me objektin e operës. Më falni shikues, jam ftov pak. Cili ka qenë ustimi më mbreslënës kohëve të fundit, sepse thash jeni shumë aktiv me Filharmoninë e Kosovës. Këtë do të veçoje nga ustimet? Dhe pse? Të algjen një udhtim pune edhe është Varshava. Sepse prezantimi i Filharmonisë në Varshavë ka qenë i jashtëzakonshëm. Kam gjetur aty konzulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës edhe shefin e misionit Drilon Gashën, që u bën një punë jashtëzakonisht të madhe për promovimin e Kosovës. Thjesht kam qenë i mrekulluar me atë që kam gjetur aty, por në të njëjtën kohë kultura polake, muzika polake, arkitektura, historia e qytetit të Varshavës ka qenë jashtëzakonshme dhe ndoshta e përjeton ndryshe një vend ku shkon edhe me punë, edhe kur ajo puna që prezantohet ka sukses, pastaj edhe ndoshta gjithçka duket mirë dhe ndryshe, por është një prej qyteteve që kisha me u kthy. Okej. Edhe do të kthej. Ktheu, Dardi. Por ka qenë për ndryshe vizitë, Varshava ka pëlqyer edhe herën e parë kur e kam vizituar si turist, si i ri. Ka pëlqyer kinematografia polake, muzika polake dhe kam dashur me realizu një udhtim. Kanë kaluar shumë vjetë, në vitin 2009 kam qenë herën e parë. Kur nga njoftu? Edhe më rikthy, po, më rikthy mas shumë vjetë. Përshëndetje yllbote, po thot. Okej, edhe një shikues. Përshëndetje yllbote. Vetëm një pyetje të vogël. A i ndon ti shoqet nga motrat, apo disa prej nesh? Konkretisht, mu më ke 2-1, vazhdon. Zushja, a ka presidentja të dën tepër shumë, s'ka dert ku më ke pozicionu? Rezja. Ja qëllon. Po për shkak të... Absolutisht, unë kam pas... ose kam shumë miq, ose jo me fat që kam, por Rezja është tete veçantë. Edhe shpeshherë kam vështirë me fol për njerëz që i kam shumë të afërt. Por ka mënyra, momente që unë e shpreh admirimin për ata. Për Rezën e kam vështirë me fol, po jo me fat që e njoh edhe që e kam pjesë të... Tash është e para, e dyta, e treta, të ka pyet qika. A i ndonë shoqet nga motrat?
Ka e ki pozicionu, dhe pësa po thot s'ka lidhje ku ki pozicionu? Shoqet nga motrat. Po që ashtu të dordi s'ka motër, S'ka po s'ka motër, lidhje. Që është e ka të kru? Motrat. S'pëdita shka ka ta është më të rrezja me qëtë motrat. E sa ta është rrezja dartë? E para. E para ko ka, bollaj natë po me, po hajtë s'ka lidhje. Cili është shef më i mirë, Flaka apo Bakia? Flaka të përshëndes, edhe juve zotëria Bakia Shari. E rëndësishme është që si Flaka s'kroj, si Bakia Shari, të dytë nuk kanë qenë, ata kanë qenë natyrisht udhëheqës të institucionet se ato në kom punu, por nuk kanë qenë shefa me... Këtë kuptimin e fjallës, më pas të koka që është din me konë shefi. Absolutisht, jo. Për Flakën, natyrisht e ruaj respektin maksimal, për shumë arsye, e para për mundësin për të qenë pjesë e një grupi mediatik të jashtëzakonshëm. E dyta, përveç se raporti me Flakën ka qenë edhe më i afërt për shkak se në disa vite ka qenë redaktore e emisionit Ekspres, përveç se drejtorish menaxhuese e grupit Koha. Kështu që ndoshta pasi që i kom përfunduar studimet në gazetari, mentori im në gazetari ka qenë Flaka Surori. Edhe jo me fakt që e kom pas mundësinë me imësu hapat e parë në praktik nga një personalitet i cili është i jashtëzakonshëm në shumë dimensione, jo vetëm si profesionist, por si njeri. Edhe nuk e kom përjetu në asnjë moment si shefi. Qa për të Flaka në këto momente, për mes asaj kamerës? Unë të edhin që unë nuk i drejtojmë shumë kamerave. E sot jemi drejtu se i ke mungu kamerës. Ja për ke kamera Flaka për në shë. Vetëm faleminderit. Edhe unë shpresoj që rrugët, natyrisht unë nuk jam tash 30 pjesë e grupit Koha, por rrugët mund të ribashkohen. Po pra, Flaka të falja kike të duan. Edhe Bakia Shari ka qenë profesori fillimisht, edhe pastaj drejtori në Filharmoni. Unë kam fillu punën në Filharmoni në kohën kur drejtor ka qenë Lau Dhomi, si antar i korit të Filharmonisë. 3 vjet më vonë Bakia Shari është zgjedhur drejtor i Filharmonisë. Edhe kemi punu bashkë 18 vjetë, në 7-8 vjetë kur kam qenë antar i korit, natyrisht kemi qenë të afërt, por në momentin kur kam kalu në pjesën menaxheriale për me i ndihmu në organizimin e sezonit të Filharmonisë së Kosovës, aty kemi pas bashkëpunim shumë më të ngushtë. Edhe njëkohësisht në rastin me profesorin Bake, ai gjithmonë ka mbetë profesori, sepse kur e ke dikën profesor, konsideroj që në çfarëdo raporti që në të ardhmen mund të bashkojnë rrugët, gjithmonë gjithçka nis nga fillimi dhe respekti mbetet aty. A është me Interin apo Manchester United? Asjone. Interi edhe Manchester United. Du me e tregu një gjë, po du me përmbledh shkurtimisht. Raporti im me futbollin gjithmonë ka qenë 0-0. 0-0. Në klasën e 4, në vitin 1994, në mos gabohem, kampionati botror, finalja Brazili-Italia. Në klasën 4 tani të shkollës fillore Elena Gjika, vajzat e klasës, edhe djemët e klasës,
kanë zgjedhë që vajzat me bo tifo për Italinë, djemët për Angli. Brazilin. Brazilin. Edhe, kur ka përfundu ndeshja, vitin e ri shkollor kër kemi njësë, nuk kemi folë me zveti, se jemi prish për shkak të ndeshjes. Edhe në prej qastoj futbolin të qysh e kom pasi... E natë. Edhe nuk e kom pas shumë e simpatiku që dhe qfare. Por, tash vonë... Hajde për hajrë. Kur ishëm në një prej udhime me Filharmoninë, edhe kolegë të shku në një klub për me përcjell një ndeshje. Edhe qaq kalova mirë, tash ndoshta ku me fillu me përcjell futbollin. Miro futbolin. Dardi super fantastik. Po më mungon me punu me të. Po shto nuk mungon me qëllu kush ka mujt me thonë, se kom punu me shumë njerëz. Edhe natyrisht edhe mungojnë shumë njerëz. Puna në KTV, edhe në televizionën përgjithësi është... A më ullë edhe një herë? Jo, vazhdo, lirisht. Puna në KTV, edhe në televizion, jo gjithmonë është bukur edhe kanë Lule, shiku. Sare, na e kon t'i urrejon e kë, kuku. Po, gjithmonë kom tentu që në raportin e punës, pavarësisht që ka ndodhur rrugës, me luftu për më të mirën e mundshme që ka mujt me u realizu, po me mbet pas punës prap me u kthyte raporti pa atërmbetje tjere. A do me tregu kush e ka shkru? Po, pse jo. Apo ki të shkru? Po, pse jo. Okej, Ardiana Thoqi. Ardiana... Me Ardianën kemi punu në jo veç në televizion, po edhe në Institutin Columbus për një kohë. Që Ardiana është... Më vjen mirë që sot është të pozicionuar në një emision i cili natyrisht ka qenë e ka përmbush ndoshta peizazhin mediatik të ekraneve televizive të Kosovës edhe mu më ka marrë malli, ndoshta në një të ardhme takohemi prapë edhe të bëjmë diçka bashkë. Apo të mungon televizioni? Se pyetjet e publikut përfunduan, po tash kam unë pyetje. Apo të mungon, Dart? E di që të mungon. Më mungon me raste. Dardani ka flajt shikues në televizion, një të natës e ki gjetë në televizion. Por, ndoshta kom punu qatë shumë, 18 vjetë. Edhe... Erdi koha me pauzu pak, me pushu. Jo mu... Edhe nëse këtë kam... Po. Ndoshta ndodhe një moment, ndoshta nuk ndodhe asnjëherë. Por unë asnjëherë nuk e mendoj nëse kom me u rikthy, nëse duhet me patjetër me u rikthy. Edhe kështu edhe ka nis puna në televizion, nuk ka nis... Ka qenë një audicion, jam bo pjesë e audicionit, jam ftu, ka nis, është... Ka vazhdu për 18 vjetë, edhe kur kom fillu punë në televizion, nuk kom imaginu që 18 vjetë nuk kom me qenë pjesë e televizionit pa shkëputje. Rikthimi është kështë me qenë interesant, po për momentin fokusi jam është Filharmonia. Shumë mirë. Sa mirë që të ka Filharmonia, Dart? Nuk mundë me e paramendu momentalisht, sepse edhe në Filharmoni vjen momenti kur dikush tjetër duhet me marrë timonin edhe unë duhet me u tërhek. Pa tjetër, por të themi pa modesti, ja ke ndryshu në gjyrat. Tentoj... E një aqë mirë, sepse e 23 vite aty. Pa tjetër. Sepse absolutisht është një institucion në cilin kanë investu shumë njerëz, prej vitit 2000 e tutje. Edhe kur e ki mundësin me
me do një kontribut është përgjithësi sepse aty kanë kalu njerëz të cilët janë personalitetet që i ka mu themelet e muzikës klasike në Kosovë. Që janë meritor për fizionomin që ka skena muzikës klasike në Kosovë. Edhe natyrisht është përgjithësi e madhe tash me menaxhu një institucion i cili me gjithë zhvillimin është prapë shumë fragjel për shkak se operon në hapësirat që nuk janë të përshtatshme dhe adapte për to. Që kom qef në një moment, nëse jo unë, dikush tjetër, me mrime e pozicionu Filharmoni në një hapësirë e cila kështë me qenë dinjetoze për Filharmonin, për edhe për shtetin në përgjithësi. Dhe jo me vazhdu në pafundësi me qenë një institucion i cili nuk e ka shtëpinë e vetë. Pyetja ime e fundit për ty sot, sepse jemi në fund të emisionit, çka quan ti suksesin më të madh në karrierën tënde, qoftë pjesë e Filharmonisë apo televizionit, kë quan ti më të madhin sukses tëndin dhe dështimin tënd në karrierë? Suksesin më të madh se kom mri halo. Halo? Kështu që pres me mri. Kur të mri? Në thirë prapë të mision, ju kalëzë. Po më na gatu më dhe një qatë më nëgjizin. Dështimi jëtë në karrierë. Ku ka dështu? Dardi. Ku ka dështu Dardan Noka? Të shumë falë për pa modestin, por nuk menaj që kom dështu ndë njëherë. Okej, po përsen të të sa mirë. Kjo është shumë pozitive, datë. Bravo. Isha tu kujtu edhe nëse Shumë kom mirë, dështu. është e rol, Dard. Nashta edhe kom dështu, nuk e di, por Sipas unë teje, nuk jo. jam i vetëdijshëm që kom dështu. Okej. Të paktën ka pas momente kur diçka nuk ka qenë ndoshta në më të mirën e mundshme, por nuk besoj që kom dështu ndonjëherë. Edhe harova se atë është pyetja e fundit, po edhe një e kemi sepse në intro shikues ju thash se kemi të ftuar Dardan Selimaj, dikur Dardan Selimaj, sot Dardan Noka. Nuk e di, a i kemi këto që e ke ndru bjamnin shkaku i familjeve se dhe baba im, thonë të shkondrojnë bjamnin bëne peqi, tha na vina ka lumja dhe dhe shjo, unë tash njihem si ona Rusteme ku peqi. Tash long story short, se e kom ngatru edhe njerëzit nështë ta mujnë me ngatru, një pjesë të tëna. Unë jam Dardan Selimaj, dhe kjo është emri jemi pa ndryshuar në dokumentacion, kom linë si i tillë, njerëzit më kanë njohur si të tillë. Në një moment, në rrjetet sociale kom vendos me rikthy mbiemrin Noka, që është mbiemri i të parëve të mi. Okej. Origjina e familjes time është prej Nokshiqet, Nokës. Edhe unë kom vendosur që me rikthy për shkak se e kom ndi si të tillë, dhe është një mbiemër që mu më pëlqen, për më tepër që i përket familjes tëmë. Ashtu. Në momentin kur njerëzit më kanë pyet nëse e kom ndryshu, unë asnjëherë nuk e kom mendu ndryshimin e emrit në dokumentacion, por ajo ka mbetë në rrjetet sociale si i tillë, është dikush më referohet si Noka, dikush si Selimaj. Me dënu policia Selima, edhe pse ky s'ka patent çovertë. Me dënu s'kam, nuk voziti, nuk mundën me dënu se nuk jam unë nga ata që nuk kam patent shofer dhe që vozisin pa patent, unë nuk vozis. Sa është të didi. Edhe thjesht Noka më pëlqen, por e kom pas e kam hala, po nuk jeton mua në Kosovë, është një mikesh Laila Barake, e fotografe zvistrane. Po e njohim Lajna, se njohim me një edhe unë, se e kom intervistu, e ka qenë Kosovë një koha. Laila, ndoshta Noka nuk është shumë interesant, të shumë pse. Selima jo është ma interesant, për perspektivës saj se një zvistrane. Noka dhe ke po më tigunë si Nokia, heke këtë Noka. Po si do qoftë është mbiemër që përfason origjinën prej nga mbi të partë e mi, edhe më vjen më pëlqen ajo zonë e Malit Zi, A ke vizitu? Nokshiqi, Plava, A ke vizitu? Po. Përshysht. Më në fund. Ma dhe thasha të dhash? Edhe vjen mirë që ndoshta nëse asgjë tjetër njerëzit më pyesin edhe
e kam mundësinë me folë për vendin për nga vim të partë. Dartë ishte kënaqësi shumë që t'intervistova, fillimisht e pata shumë vështirë se më kapën të qeshurat, sepse s'është e lehtë kur e ki dikon kështu. Na njihemi aq shumë mote, publikisht kërkoj falje kur ti kom prisht nervat, ndoshta ma bën hallall. Ajo aru. E falju dje. Ku që shë bëjsha nervoz shikus, nuk e kene ide. Po. Kur i shkojsha në zyrës dhe Nesë unë nga njerë bona nervoz pak si s'ka lidhje, po nese, disa herë kom meritu, po në thash kom mësu shumë prej teje. Edhe shumë njerëz nuk e besojnë. Po da. Sa ata që nuk punojnë me mua, konsiderojnë që unë nuk bëhem nervoz asnjëherë. Po, që një detaj, shikues krejtë në fund, kur kom qenë me proteza në atë kohë, erdë Ardani sa kisha hynë këtë vë, 3 muaj, vitit 2012. Anta ti kime u theqë do ku festin. Thash, qka bre, one sa shanca nuk ka. Ani e proteza, ani bota filmit me shkona atje 13 dit. 7 vjetë kom qenë pjesa do ku festit. Faleminderit publikisht që ma ke besua, ngjarja më e madhe kulturore në vend. Të isha, kemi kalu po shumë bukura dartë. Absolutisht po. S'harrohen kur kujtime, Prizreni, Kallërmi, Verë e Nxehtë, shkon 4 birë flaj, qonë 7, del live në emision mëngjezit lidho. Do ku festi ka qenë, edhe vazhdojnë me qenë absolutisht një prej ngjarjeve më të rëndësishme. Në atë kohë kemi përjetuar ndryshe, sot e përjetojmë ndryshe, por ai mbetet një prej aseteve të këtij vendi. Me vërtet. Që e ka ndryshu? Hartën e Kosovës. Absolutisht po. Dartë koha për marketing, blokun e fundit, do ta mbyllim misionin bashkë, apo s'ma prish. S'ka qarë, do ta mbyllim bashkë. E mbyllim me outron. Po, outron. Ja, reklama, të shikuze mos ta ndrojnë kanalin fillimisht. Ka 3 vjetë Ha, dartë. që unë nuk kam pjesë e televizionit. E ka më shumë se ndoshta 10 vjetë që unë nuk moderoj asnjë emision. Më pas pëlqy shumë roli moderatorit, nuk e kisha përmbyll karrierën si producent, po si moderator. Si diet? Por nuk është diçka që e shoh veten si Nani, s'ka lidhje, mu mos ma prish. Ty shikues të shkojmë marketing për mes asaj kamere. marketing. Ku për shkorta, marketing. Shikues, rikthyrem nga bloku i fundit i marketingut, me mua sot bashkëmoderator Darda Noka, Hajgare, pak shikues, po si që kam me të ftuarit e mi, kom qef Dardë kështu outron me përfunduar mysafirët, po të falenderona nga Loçka e shpirtit zemrës, kjo është një thënie imja, nga Loçka e shpirtit zemrës, që gjete kohë, di që je i lodhën, e ke pas një ditë tejet të strëngarkuar, po na erdhe, e unë e vlerësoj shumë, unë e të dua shumë, e dhe në këtë shumë mirë, e kom thonë një ndrët emisionit, pa më basish po shihemi shumë rol, po kur po shihemi ka 3 kafe pipim. 3 kafe, Kështu, histori. Edhe kemi nerva shikues me e dëgju njëri tjetrën. Ndonjëherë nuk nevojitet me pas dikon gjak për me e dasht shumë, ndonjëherë që ato që se ki gjak, e donë ma shumë se gjakon. Kështu që one, me të vërtet, po ta thëmë kështu, publikisht, që one du shumë. Faleminderit shumë. Edhe të vlerësoj shumë. Edhe unë e du shumë. Edhe pse Po unë se kom zakon me po se kjo është ma i ftoft, shikus po kjo dënë, se kalëzën shikus. Faleminderit Ciao Alberto, faleminderit Franke, krejt ju që përdojnë me ndru kuzhinën, e janë Ciao Alberto, made in Kosova, mos harani Ciao Alberto në vënd 300 punëtor, 300 familje, punojnë në Ciao Alberto, a e ke di Dart, është fabrikë shumë e madhe. Produktet italiane më të mira sot kishim pakkeria, nga pasat më të mira italiane artizanale, Garofalo italiano, se mësum qëtë italishtë, unë isa në kurs hajtë që të muj, po nështë apë mësojmë. Jana, faleminderit për grimin, Tulipan Flower Shop për këto super, vartëndafila si më dy me temperna Darda, portokallta. Uj, te pelerë shikus, uj më i mirë vendor. Darda ja ke valin Rudikon, se të pash ma herët, po më pëlqen që shqever, si Amerikan. Kush është kujdesur? S'kujdesur kur është kujdes na vetë. Unë po ty me të falenderu. Okej. Për këto minuta që i ndave për mu. Gjithë. Edhe se ka kohë që nuk jam prezent në për emisione, si do mësë nuk pritoj me Radio je, valla, radio s'pët nalet goja Darda. Radio, po zakonisht e kam detyrë me shku në radio me folë për Filharmoni, për punën e Filharmonisë, por jo për vetën. Qashtë, mani. Edhe
Nese ke knasi dhe ke shumë këndshëm me qenë. Ta rikujtova pak kush ke qenë dhe kush je, apo? Po pak. Pak? Pak, po edhe ke bashkë knasja. Yes. Edhe receta ke fantastike, mësova një recet, u këthim pak në kohë, falem pak për të ardhmen, mora vesh rëzisojnë informata. Interesant. Shikues, para se me dalë nga kjo studio, kam edhe një dhuratë tjetër nga Argo Grupi. A je për vend të bardhë, verë të kuqe apo sangria? Unë e pëlqej o verën e bardhë, o verën e kuqe. Por, sot po dënë, çka po dënë? Të bardhë. Verë të bardhë. Më duket kjo është e bardha. Jo, kjo është e kuqja. Ja e bardha. Po. Ja, këto e ke edhe një dhuratë tjetër nga Argo Grupi, babuna nga Tikfeshe. Shumë kanë Verë e bardhë, të bëftë mirë. Pak rritë pastat edhe kjo, o la la. fantastike. A, shkojmë pika në kafe. Shkojmë. Jo një, po Patrike në me vi. Për nisi me një tani. Merë vera, E edhe shohim, shkum po. shikues, deri javën tjetër mirë vetë që